Gaforia, horoskopi mujor për korrik 2025, gëzuar ditëlindjen e dashur Gafore. Korriku nis me një val energjie të re që të mbush me ndjesinë e rilindjes dhe forcës së brendshme. Dielli po udhëton në përshenjen tënde dhe ti ndihesh më e gjallë, më e vetëdijshme për nevojat e tua dhe më e gatshme të vendosësh qëllime të reja që burojnë nga thellësitë e shpirtit. Është një periudhë ku vëmendja kthehet te vetja, jo nga egoizmi, por nga dëshira për të rritur dhe për të transformuar. Energjia përqendrohet te vetëpërmbushja dhe vetëshprehja. Mund të provosh gjëra të reja që të gëzojnë, si të ndryshosh stilin, të marrësh pjesë në aktivitete artistike, ose thjesht të lejosh veten të ndriçojë në mënyrën më autentike të mundshme. Tërheqja jote natyrore po ndriçon më fort se zakonisht dhe njerëzit ndihen të magjepsur nga prania jote. Ky është një muaj ku mund të lindin marrëdhënie të reja, mundësi të papritura, ose fat që të shtyn përpara në rrugën tënde personale. Nga 4 korriku, kur Venusi kalon në shenjën e binjakëve, ndjen një frym nostalgjie që përfshin zemrën tënde. Të kaluarat mund të rikthehen në kujtesë, ndoshta në ëndra, ndoshta në mesazhe të papritura. Një ish partner mund të shfaqet në mënyrë të papritur, jo domosdoshmërisht për të rifilluar diçka, por për të kujtuar sa larg ke ardhur. Kjo është një kohë ku intuita jote forcohet ndjeshëm, ndjesitë që nuk shpjegohen me logjik bëhen udhërrëfyes të fuqishëm. Universi po të flet përmes sinjaleve, simboleve dhe ëndrave. Prano këtë komunikim të heshtur si një bekim dhe si një ftesë për të thelluar në veten tënde. Po ashtu, dëshiron më shumë qetësi dhe kohë për veten. Lejoje veten të tërhiqesh, të pushosh dhe të reflektosh, sepse është në heshtje ku ndodh shpesh zbulimi më i madh. Më 10 korrik, hëna e plot në shenjën e bricjapit ndriçon sferën e marrëdhënieve të tua. Mund të përjetosh një moment të rëndësishëm me partnerin tënd. Për disa, kjo mund të nënkuptojë një hap të madh përpara, si bashkëjetesa apo një premtim serioz. Por për disa të tjerë, ky është momenti për të thënë lam të mirë dhe për të lejuar një kapitull të mbyllet me qetësi dhe respekt. Edhe nëse nuk ka lidhje romantike në lojë, kjo hënë sjell ngjarje të rëndësishme në jetën tënde sociale dhe emocionale, si një bisedë me shoqen më të ngushtë, një kthes me një bashkëjetues apo një marrëveshje e re bashkëpunimi. Energjitë e kësaj hëne të plotë të ndihmojnë të shohësh qartë se cilat lidhje janë të shëndetshme, cilat të mbështesin në rritje dhe cilat është koha t'i përfundosh me urtësi. Është koha të pranosh se marrëdhëniet nuk janë gjithmonë konstante, disa thellohen, të tjera përmbushin qëllimin e tyre dhe të lënë më të fortë, por pas këtij momenti emocional, më 12 korrik, Saturni kthehet në prapavi në shenjën e Dashit dhe fillon një periudhë reflektimi të thellë. Për ty mund të ndihesh e pasigurt për drejtimin që po ndjek në jetë. A je duke ndjekur një rrugë që vërtet të përmbush, apo po i jep energjinë tënde diçkaje që nuk të përfaqëson më? Kjo është një kohë për të kthyer në fillim, për të rishikuar qëllimet afatgjata dhe për të vendosur nëse rruga që po ndjek është ajo që zemra jote dëshiron vërtet. Ky retrograd është një ftesë për të rishikuar edhe marrëdhënien tënde me përgjegjësinë dhe suksesin. A e madh vlerën tënde me arritjet apo me qetësinë e shpirtit? Apo vendos kufi të shëndetshëm mes jetës profesionale dhe asaj personale? Pyetje të vështira, por të nevojshme. Më 17 korrik, ndërkohë që po përpiqesh të gjesh balancën, Merkuri fillon të ecë në prapavi në shenjën e Luanit dhe prek sferën financiare të jetës tënde. Mund të përballesh me vonesa në pagesa, keqkuptime në lidhje me paga, apo biseda të zvarritura për rritje page. Kontrollo gjithçka 2 herë, faturat, kontratat, dokumentet, llogaritë, sepse detajet mund të shpëtojnë lehtë nga duart. Gjithashtu, mund të vesh në dyshim edhe rrugën që po ndjek profesionalisht. Mund të ndihesh sikur puna që bën nuk përputhet më me vlerat apo qëllimet e tua, dhe kjo do të shtyjë të kërkosh diçka më të vërtetë, më të ndjeshme dhe më në përputhje me natyrën tënde. Mos ki frikë të bësh hapa pas për të kuptuar më mirë se ku po shkon. Ky është një muaj që të mëson të jesh e durueshme, të dëgjosh zërin tënd të brendshëm dhe të kuptosh se çdo lëkundje apo vonesë, në të vërtetë është një shans për të korrigjuar rrugën.
Jeta nuk është gjithmonë një vijë e drejtë, nganjëherë është spirale që na kthen në të njëjtat vende për t'i parë me sy të rinj. Pas gjithë reflektimeve dhe lëkundjeve emocionale të mesit të muajit, më 22 korrik, hyrja e diellit në shenjën e luanit sjell më shumë stabilitet dhe vetbesim, veçanërisht në fushën financiare. Po e ndjen veten më të sigurt për të ardhmen dhe për zgjedhjet që po bën. Ndoshta merr lajme të mira për një mundësi pune, një shpërblim për përpjekjet e tua, apo një shans për të ndërtuar diçka më të qëndrueshme për veten dhe ata që do kjo është një kohë e mirë për të rishikuar buxhetin, për të vendosur objektiva të reja financiare dhe për të bërë plane që nuk bazohen vetëm të dëshirat, por edhe të realiteti. Por kjo nuk është vetëm një periudhë për numra dhe vendime praktike. Më 24 korrik, hëna e re në luan mund të sjellë një fillim të madh në karrierën tënde. Mund të ndihesh e gatshme për të lënë një punë që nuk të frymëzon më, të përfundosh një projekt apo kontratë, ose të nisësh një rol të ri që përputhet më mirë me shpirtin tënd. Kjo hënë të ndihmon të ndërtosh një të ardhme që jo vetëm të sjellë siguri, por edhe ndjenjën e përmbushjes. Kjo është një dritare e re për rritje personale dhe transformim profesional. Ndryshimet që po ndodhin mund të jenë të befasishme, por ato po të çojnë drejt diçkaje më të vërtetë dhe më autentike. Ndoshta po kupton se suksesi nuk matet vetëm me pozicionin apo të ardhurat, por me ndjenjën e qëllimit dhe gëzimit që merr nga ajo që bën çdo ditë. Dhe më në fund, më 30 korrik, Afërdita, planeti i dashurisë, bukurisë dhe harmonisë, hyn në shenjën tënde dhe ti e mbyll muajin me energji të ndritshme dhe ngrohtësi në zemër. Ky është një moment i fuqishëm për ty, njerëzit të vënë re, të admirojnë dhe të duan për atë që je në thelb. Universi të dhuron një valë mbështetjeje dhe dashurie, dhe është koha më e mirë për të ndjekur atë që dëshiron, qofshin ëndra personale, qëllime romantike apo dëshira për të rritur, po eksperimenton me stilin tënd. Ndoshta ndryshon pamjen ose sjell energji të re në mënyrën se si e shpreh veten. Po ndjen se po rritesh emocionalisht dhe marrëdhëniet e tua pasqyrojnë këtë ndryshim të brendshëm. Është sikur më në fund po ndihesh sërish vetvetja dhe bota po e sheh këtë transformim të bukur. Korriku mbyllet me një ndjenjë gëzimi, rilindjeje dhe sigurie, sepse ti ke bërë punën e brendshme dhe tani po shfaqesh me gjithë dritën tënde.